Ish futbollisti dhe ish trajneri i njohur i Lushnjës, sot specialist i futbollit në qytetin Verdhjeshil, Ramadan Baballaku, ka shprehur për kënaqësinë e tij për ecurinë e ekipit të futbollit SK Lushnja. Në një intervistë për televizionin Apollon, Baballaku e cilësoi sezonin aktual si të dështuar dhe kritikoi fort drejtimin dhe rezultatet e skuadrës. Ky sezon mund të quhet me plot gojën i dështuar. Në fillim të kampionatit u shpalosën objektiva të qarta për ngjitje në superiore, por realiteti flet ndryshe. Ekipi u rendit në vendin e 7 dhe për të dytin vit radhasi i duhet të luajë ndeshjen play-out për të siguruar mbijetesën, u shpreh Baballaku. Ai nuk kurseu kritikat për drejtuesit e klubit dhe për mënyrën se si po menaxhohet ekipi, duke theksuar se një skuadër me emër si Lushnja nuk meriton të ndodhet në këtë gjendje. Fanella Verdhjeshili është simbol krenarie për këtë qytet, por rezultatet e viteve të fundit nuk e përfaqësojnë këtë histori të lavdishme, shtoi ndër të tjera Baballaku. Lushnja me të mirë me këqija dhe veta pozitive që nuk shkojnë në play-out. Unë të shoh pozitive ka si me 10. Po, të qurë sukses Lushnjën në vend 7 është fatkeqësi për këtë lloj mentaliteti që është krijuar në Lushnjë. Lushnja do të jetë skuadra elite, siç ka qenë historikisht. Po bë disa vite, për 5-6 vjet e fundit, nuk po tregon vlera, nuk po justifikon interesimin që ka si nga bashkia dhe nga qytetarët. Edhe ka ra në atë gorbun mirë jemi këtu, edhe qujnë krenari që janë në 7. Jo, nuk është e papranueshme, është e papranueshme. Unë mendoj që të jetën piketat sa më shpejt, sa nuk është vonë për sezonin e ardhshëm, edhe të ketë një objektiv qartë skuadra. A pretendon për ty kategoritë pak e skuadra, kategoritë superiore, nëse pretendon për kohë llogarit të nuk hyri, edhe merren masa. Nëse do të rrim këtu sa të kohë rrim vend 7 kategoritë parë, Lushnja nuk do të jetë. Një fatkeqësia e Lushnjës nuk fillon ke ekipi parë, fatkeqësia e Lushnjës fillon ke moshat, ke akademia. Ne kemi një pseudo akademi që emrin e ka tillë, por nuk funksionon si e tillë. Akademi do të thotë jetë brezi, baza e skuadrës parë, baza e futbollit lushnjar, që nuk ndodh në Lushnjë. Edhe më keqja është se nuk ka kërkesë llogarie. Lushnja në këto momente që po jemi është në krizë identiteti, është në krizë futbolli. Që do të thotë nëse ne do të vazhdojmë kështu, ne do të pozicionohemi prapë siç kemi qenë. Nëse nuk do merret masa, nëse tension në krahas privatizimit, po me që s'pa rrihet kjo se bashkia ka bërë detyrën e ka dhënë okej, problemi është privatizimi. Ktu zotëri mungon kërkesa llogarisë. Është determinante, nëse një privat do ta kishte Lushnjën, ta menaxhonte nga ana financiare, nuk mendoj se do të ishte kjo gjendje. Se privati nuk le të spekulosh me lekun e tij. A mendoni që si specialist futbolli të jepni një këshill që do ishte shumë e rëndësishme për drejtuesit e institucionit, për drejtuesit e ekipit të Lushnjës, apo për vetë lojtarët? Po përsëris një ritual. Është i qëndroj fort asaj që duan marrë masa, jo në kohën, tashimin kohën e duan, momentin e duan për të marrë masat. Jo t'i lëmë gjerë zvarrit dhe, përsa i fillon sezoni nuk befasohemi, s'kemi ku e mbajmë. Jemi në kohën e duan për të marrë masat për sezonin e ardhshëm. Në kjo se do të çojnë lidh futbollin lushnjar. Në kjo se do të përshtatemi, mirë jemi këtu. I pëlqen ky lloj ambienti. Se ky lloj ambienti nuk ka kërkesë llogarie. Jemi mirë, nuk dalim, nuk rrim këtu. Unë nuk e pranoj këtë lloj logjike, këtë lloj menaxhimi që i bëhet futbollit lushnjar.